jashtëzakonisht rëndësishëm për vendin, por dhe për Partinë Demokratike sigurisht. Momenti për vendin është kritik dhe në kursin që ka ndërmarrë Edi Rama nuk mund të ketë asgjë tjetër përveç një përkeqësimi gjithnjë e më të madh. Kjo sepse akti i tij për të mbrojtur, për të përdorur pushtetin ekzekutiv, për të mbrojtur vjedhjet e tij, korrupsionin e tij, për bën një rast unik, ekstrem, në historinë e një vendi pluralist. Është një akt i pandodhur. Është një akt me të cilin Edi Rama de facto, por të përdorim një term për ta kuptuar njerëzit, shumëzon me zero pushtetin e drejtësisë dhe merr në dorë haptas para të gjithë shqiptarëve të gjitha pushtetet. Pra, sot opozita shqiptare përballet me një regjim. Autokracia këtu është e plot, diktatura autoritare është e plot. Nuk ka më asnjë lloj hapësira apo mdyshje. Jo. Këto veprime u kryen haptas. U kryen sepse ai vetë personalisht është më shumë se Belinda i implikuar. Ka 25 vite që vjedh së bashku me Belindën dhe tani në fund ajo ja doli ta paraqes para shqiptarëve dhe botës si një sklav të saj. Si një sklav të saj. Ju e shifni se si ajo dikton tani çdo emrim të ministrave, zëvendës kryeministrave, drejtorit policisë e të tjerë me radhë. Sepse pengu nuk është Rama që kontrollon Lubin, por është Lubia që kontrollon Ramën. Të jemi të sigurt për këtë. Në parlament, qytetarët duhet ta dinë se ne shkojmë në një parlament të pushtuar. Dhe unë u them shqiptarëve se asnjë pushtues nuk do sillej ose nuk do vendoste në parlamentin e një vendi një regjim si ky. Në të cilin opozita shumëzohet me zero. Në të gjitha funksionet e saj kushtetuese. Përpjekjet e jashtëzakonshme që bëjmë ne. Sot e në Bozo e pat në konferencë shtypi.